Zoti Zhilla, ju jeni një emër mjaft i njohur publik me një përvojë të spikatur në botën e biznesit dhe fushën e gazetarisë. Faleminderit. Kjo më ka dhënë mundësinë që të dyja këto aspekte unë t'i shoh në mënyrë më të favorshme se shumë personazhe të tjerë të jetës publike. Janë dy fusha që integrohen dhe ndihmojnë njëra tjetrën në përvojë njësore. Po, eksperjenca si përmarrjen private, po kështu dhe në gazetarit të bën që të shohësh më shpejt thelbin e problemeve që ka shoqëria dhe në mënyrë më racionale dhe më të thjeshtë, dhe të arrish një konkluzione më adekuate. Falë përvojës së gjatë në krye të organizatave të biznesit, ju konsiderojnë si një ekspert i fushës së ekonomisë. Cila është trendi aktual i zhvillimit ekonomik? Unë kam drejtuar për 8 vjetë Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë. Kuptohet prej asaj kohe ka ndodhur shumë gjëra. Problemet e biznesit shqiptar ngelen të hapura, sidomos ato që kanë lidhje me fushën e prodhimit. Këtu ne jemi shumë defektos, ne japim ka më shumë hapësirë tregtarët se sa prodhuesit. Në një kohë që një ekonomi e qëndrueshme mbështetet mbi prodhimin dhe jo mbi tregtinë. Përballë fluksit me miliona turist dhe për herë në rritje, a u gjetën disi të paprergatitura institucionet e pushtetit vendor, sidomos bashkitë e zonave bregdetare? Është krejtë e justifikueshme mungesa e përgatitjes në vitin e parë, se ky trend pozitiv progresi ka 3 vjet që duket, por është shumë emergjente që të merren masa edhe mbështetur nga qeveria qendrore, edhe nga bashkitë, edhe nga komunitetet, se mund të themi për shembull se vetëm qytetin e Vlorës janë rreth 7.000 apartamente që jepen B&B. Pra, turizmi tash nuk është punë hotelesh vetëm, është bërë një projekt biznesi masiv. Por në këtë masivitet të gjithë duhet të japin kontributin e tyre, nga qytetarët në bllokun e tyre, nga pushteti lokal, po kështu edhe nga bizneset. Ky zhvillim kaq i madh kërkon patjetër një plan të detajuar, përgatitje duke filluar nga trajnimet e stafeve të objekteve turistike, por edhe nga ndërgjegjësimi i komuniteteve, i qytetarëve të bashkive të Vlorës, të Durrësit, të Saranit, qoftë edhe i fshati aty, në interes të përgjithshëm për ta përballuar bashkërisht. Turistët që vlerësojnë që vinë në Shqipëri vlerësojnë më shumë se çdo gjë tjetër atë buzëqeshin që kanë shqiptarët tash të huajve ose japanxhive. Një mikpritje e spikatur. Një mikpritje e spikatur me fjalë. Kjo nuk ka të paguame. Prandaj por vlen shumë një ndërgjegjësim shumë i madh, po marr një detaj, për shembull, ne duhet vendosim përfundimisht që nuk ka turist që nuk ka informacionin. Këtu prandaj duhet jemi shumë serioz në prezantimin e çmimeve që bëjmë. Jo vetëm brenda një lokali, por në të gjithë qytetin duhet dim që të jemi në uniforme me çmimet, sepse kështu neve për të shmangur abuzimet. Abuzimet. Ata e kuptojnë siç i kuptojmë ne kur shkojmë në vende të tjera, më fal. Po për njëjtin standard nuk kemi pse të vendosim 10 çmime, qoftë në restorante apo në butike e gjitha me radhë. Zoti Zhilla, besoj ju keni udhëtuar shumë dhe shpesh në të gjitha kontinentet si ekspert i ekonomisë, si drejtues i institucioneve publike dhe si përfaqësues i medias. Po kjo është e vërtet, detyrat të cilat kam mbulu gjatë këtyre 3 dekadave të demokracisë më kanë dhënë mundësinë të udhëtoj shumë në Azi, në vendet arabe, në Europë, po konkretisht nga 92-97 kam qenë drejtori i përgjithshëm i agjencisë lajmeve dhe na është dashur të udhëtojmë edhe për 40 vjetët e mungume që nuk udhëtojshim dot. Në atë kohë kam nënshkruar 22 marrëveshje bilaterale me homologët e mi, që ishte një akt shumë rëndësishëm. Gjithë kjo mundësi që na u dha për të lëvizur dhe për të krijuar marrëdhënie bilaterale me shumë shtete, organizata në Europë, në Azi, qoftë edhe në Afrikë dhe në vendet arabe, na krijoi një eksperiencë shumë madhe për të njohur më mirë vetveten dhe botën. Një përvojë mjaft e veçantë është edhe udhëtimi në Kinë. Me të vërtetë vizita në Kinë ishte një eksperiencë shumë e madhe, sidomos sepse në ato vite ne porsa kishim hyrë në demokraci dhe Kina e kishte kryer hapjen 10-15 vjet para nesh. Kështu që ne arritëm të shihshim gjatë asaj vizite
zhvillimin e tranzicionit kinez në një periudhë të caktuar, dhe ato që pam në atë kohë në Shqipëri ndodhën 10-15 vjetë përpara, kuptohet nuk mund të krahasohet hapi gjigant që ka bërë ekonomia kineze, kultura kineze në drejtim të integrimit të saj botëror. Aty ku çdo gjë lëvizën në ato kohë lëvizën në mënyrë shumë të shpejtë dhe dinamike, por gjithashtu kjo neve na dha mundësinë edhe për të medituar që përse nuk e bën edhe qeveria fund vitet 70 atë lëvizje të mençur që bëri qeveria kineze e viteve 70-80, sepse edhe Shqipëria do të ishte shumë më përpara se ç'është tashti. Sepse neve unë në drejtim të Kinës unë duhet të them edhe një eksperiencë tjetër. Vitën më vonë unë kam organizuar në 60 vjetore e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Kinë konferencën e madhe midis Shqipërisë edhe Kinës të biznesit dhe të politikës, ku unë isha nga organizatorët kryesorë si presidenti i dhomave të tregtisë dhe industrisë Shqipërisë, dhe këtë e bëm në bashkëpunim me dhomën e tregtisë dhe industrisë përgjithshme të Kinës, dhe unë kam kënaqësinë e veçantë të them se ky aktivitet në aktivitetet që kishte bërë dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kinës jashtë Kinës doli më i miri i vitit. Atëherë këtu erdhën rreth 40 kompani gjigande, që një kompani mund ishte sa vlera e Shqipërisë, dhe ishin shumë të gatshëm për të vendosur bashkëpunim me Shqipërinë. Me kujtohet ajo konferencë e cila poshtoi faqet e mediave si lajm, ku u konsiderua si eventi më i mirë i veprimtarive të organizuar nga Kina në Europë. Jo në Europë, por në të gjithë botën. Edhe kuptohet tash që dhoma e tregtisë e Kinës organizon mbi 300 konferenca në vit në gjithë botën për të prezantuar atë ekonomi gjigante që ka. Por unë kam edhe një eksperiencë tjetër të hershme në lidhje me Kinën që dua ta shpreh edhe si një formë falënderimi. Pasi unë kam punuar për 1 vit e gjys, pasi kam mbaruar shkollën e mesme, dokerën në portin e Durrësit, dhe aty kam parë me duart e mia se çfarë ndihme gjigande ka dhënë populli kinez. Ne merrshim oriz dhe grur sa të kishim nevojë këtu në një kohë kur 20% e popullsisë kineze në vitet 70 ishte në uri. Në Shqipëri kam pas i pashoq. Pra, u kam arritur si më thënë, me këto duhet të shkarkoj nga tanke, raketa, fabrika të ndryshme. Me fjalë, është një ndihmë e pa imagjinueshme që është dhënë nga qeveria dhe populli kinez drejt Shqipërisë, dhe nuk ishte ndihmë vetëm në produkte utilitare, janë dhënë industri të ndryshme. Mund të jetë mbi 200 fabrika të cilat u vunë në punë dhe të cilën ne arritëm të mbijetojmë deri në vitet 90. Falë mbështetjes kineze, Shqipëria u kthye në një vend nga një vend i prapambetur, një vend industrial bujqësor. Kjo ishte vetëm mbështetja e Kinës. Dhe neve nëse do të kishim ndjekur modelin kinez edhe në drejtim të hapjes me perëndimin qysh në fund të vitit 70, Shqipëria do të ishte pa frikë do të ishte Zvicra. Edhe ndaj të ndihmës kineze që do të vazhdonte, po edhe nga kontaktet më të hershme që do kishim vendosur me perëndimin, dhe nuk do ja kishim hyrë aventurave që ja hym në vitet 80. Sipas statistikave, tregtia me Kinën është një vend mjaft të rëndësishëm dhe treguesit janë gjithnjë në rritje. Kuptohet tashti Republika Popullore e Kinës ka arritur në një stad të zhvillimi që është konkurruese për gjithë botën, në tregun amerikan, në tregun Amerikës së Jugut, europian, dhe patjetër që është konkurruese edhe në tregun e vogël shqiptar. Dhe sa vjen cilësia dhe standardet e produkteve kineze janë duke u rritur, dhe për më tepër që janë me kosto më të lirë, kanë çmime shumë më interes se produktet e tjera. Çfarë elemente të tjera bëjnë të volitshme, të dobishme shkëmbimin raportet me Kinën? Në raportet me Kinën, mendoj që neve duhet bëjmë përpjekje më shumë nga ana e Shqipërisë për të ofruar turistët kinez. Ne kemi trashëguar një
si më thënë, një promocion të vjetër në Kinë dhe do ishe shumë e rëndësishme ta mbajmë gjallë këtë njohje që kemi pas ke populli kinez në kohën e marrëdhënieve të komunizmit miqësore dhe ta zhvillojmë tjetër. Me fjalë, sikur të fillojnë turistë kinez të vinë vizitojnë Shqipërinë, do të ishte diçka me shumë interes në fushën e turizmit shqiptar. Kuptohet, grupet e para turistike kineze kanë disa vite që kanë ardhur, por mendoj që duhet të jenë për masa shumë më të mëdha. Zoti Zhilla, ju flisni me nostalgji dhe vlerësim për shkëmbimet me Kinën. A keni ndërmend të riktheheni? Po, gjithmonë një vizitë në fushën e biznesit në Kinë gjithmonë është në planet e ditës, në planet e afatmesme, sepse është një treg gjigant me të cilat prodhojnë nga gjitha llojet e produkteve, gjitha standardeve dhe më tepër që kanë çmimet me shumë interes, sidomos për ekonominë në zhvillim shqiptare. Faleminderit për intervistën, faleminderit për kohën që kushtuat, ishte kënaqësi. Faleminderit e juaj që më dhat mundësinë të them diçka të mirë për marrëdhënien shqiptaro-kineze. Faleminderit. Gjithashtu.